は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンZot, kjo është e tmerrshme. Duhet të bëjmë diçka për gjithë këtë plur. Prit pak, mendoj se është nga kjo rruga. Sa pamje bukur. Shikoje këtë. Prandaj ke gjithë mëngjesin qëri në kuzhinë gjyshe. Është një recetë e vjetër familjare. Jepi dhe ati disa nga këto dhe përshëndete nga ana jonë. Oh, nuk e di nëse mund ta bëj gjyshe. Kam frikë. Për kë ke fjalën kështu, më thuaj? Zoti Fujiwara është një kushërir i ynë i largët. Ai është një xhampunues shumë i talentuar, por është shumë i frikshëm. Jo, Chucky, ti e ke takuar atë vetëm një herë shumë vite më parë kur ishe kaq e vogël. Ai jeton vetëm dhe gjërat mund të mos i kenë shkuar aq mirë. Pse nuk i merr më mirë ëmbëlsirat dhe bëj një vizitë për ta takuar? He, shumë mirë e ke. Se nuk shkon me atë më mirë. S'ke pse kthehesh më këtu, e more vesh? Karkalec i vogël. Ja ku është? S'më besohet që e mbaka mend. Wow, ky vend që nga më rëmuj se më përpara. Shikoje këtë. Kjo ka qenë një kuti postare. Përshëndetje! Kam ardhur nga faltoria Enos që ndodhet në fshatin Mbrojtës. Jam Chucky. S'përgjigjet njeri, sa e çuditshme. Pse nuk më pret në obor më mirë? A ka njeri në shtëpi? Xhaxha! Hajde pra Xhaxha, dua të luaj. Të lutem Xhaxha, u mërzita. Çudi, kjo shtëpi është aq e errët sa veti Zoti. Ai të paktën duhet të kishte kurdisur orën. Që nga shumë e pastër duke menduar për një burrë që jeton vetëm. Po të paktën duhet të kishte bërë diçka për këto vrimat. Me sa shoh nuk qen ka as këtu, ha? Janë gjithë to libra në dysheme. Çfarë ka ndodhur vallë? Jo, s'është punë për mua. Hey, Xhaxha Fujiwara, më përgjigj, ku je futur? Ka vjen gjithë kjo erë, sa e çuditshme.
diçka që s'shkon. Xhaxha Fujiwara? Ah? Ua, sa gjë e bukur! E gjeta, ai duhet të jetë duke punuar në dyqanin e tij. Ej, Xhaxha! Jam Taki nga familja Eno. Nuk mund të shikoj asgjë nga këtu. S'mund ta besoj, erdha deri këtu dhe s'bëra asgjë. Ku mund të jetë? Duhet t'i kisha telefonuar para se të vija. Xhaxha Fujiwara, ja mund të lutem hape derën. S'besoj se ishte një begim. Nuk po e kuptoj çfarë bën qeni ynor këtu. Duhet të lajmëroj gjyshen dhe të tjerët. S'pas ka sinjal. Qetësou. E gjeta. Lulu Papa! Të lutem çoja gjyshes këtë. Nxito. Nisu tani, vrapo shpejt! Dhe unë tani zgjoj Angelin mbrojtës! Zenki s'po vjen, ç'po ndodh kështu? Zgjoj Angelin mbrojtës! Zenki, nuk mund ta dhëra Zenkit! Një gard, kemi mbetur brenda! Lulu Papa! Energjia e kësaj pengese është shumë e fortë. Nuk do të jem në gjendje të dalë prej saj. Xhaxha Fujiwara, ku je? Ku është ai? Duhet ta gjej që të më nxjerrë që këtej. Mos u shqetëso. Duhet ta gjej atë. Duhet ta gjej. Çfarë është kjo? Mos është vallë. Shtator. Rashi. Dështova përsëri sot. Gota që doja nuk më doli ashtu. 3 shtator. Ka qenë një mëngjes që bie shi. Dhimbja e kokës më përkeqësua pasdite. Kush është problemi? Pse nuk po e bëj dot atë lloj kote që dua? Është fare e kotë. Unë nuk kam më aftësinë e duhur. Jam një të shtak, një humës.
Një paket me barsaleta amerikane. Sa për t'i qeshur është. Alo, ky është Tipulli Kirin, ju fleti idhulli Prifti Jukaj. Ti qenë motër, si po ja kalon, Çfar? Jo, nuk ka mundësi. Larti zotit e ka makinën gati. Katër shtator. Është një ditë me diell. Dështova përsëri sot. I dhash lustrën, por vijat janë të gjitha gabim. Vetëm një. Vetëm kaq dua. Duhet të krijoj gotën përfundimtare. Vetëm kaq dua. Mendoj se di shumë mirë ku është problemi. Gota ftohet shumë shpejt kur e nxjerr nga furra. Do doja ta dija çfarë duhet të bëja. 5 shtator, ditë për re. Kjo është dje? Shkova në depo të kontrolloja për disa libra. Gjeta një kuti të vjetër të çuditshme dhe e solla në zyrën time. Një kuti? Kjo kuti duhet të jetë shumë e vjetër. Këtu mbaron. Para i kutisi ka kërcyer në fytyrë. Duhet të shkoj në punishte. Mos! Xhaxha Fujiwara! Chucky, dëgjoj me kujdes. Nëse shikon zjarrin për një kohë të gjatë, do fillosh të ndihesh diçka të çuditshme. Me siguri do kërkosh të dish se sa i nxehtë është ai zjarr, e kuptove? Xhaxha Fujiwara? Ku je? Xhaxha! Çfarë ke? Çfarë kërkon nga unë, Chucky? Jam i zënë me punë tani. Nuk kam kohë të luaj me ty. Por Xhaxha, të lutem! Mos më shqetëso më. Në këtë nxehtësi kaq të madhe, gotat nuk do të ftohen kurrë. Tani mund t'i bëj të gjitha gjërat që kam ndërruar. Xhaxha, jo! Jepi edhe pak kohë, Foklushe. Çfarë bën ti këtu? Erdha këtu vetëm për ta ndihmuar. Shikoje pak. Çdo gjë është pikërisht ashtu siç e donte ai. Unë i dhash borxh farën e karumës që ëndrat e tij të bëheshin realitet. Dua të të them diçka, voglushe. Do të kujdesem unë derisa të piqet fara. Po thuaj se po mbaron, edhe pak dhe po mbaron. Edhe pak fare më tepër. Ç'po ndodh, Chucky? Ky bajashi i kim shpejt. Po vim, Chucky. Si nuk bët njëherë një gjë të saktë ju? Një barierë energjie. Pra kjo që nga arsyeja që ajo s'mund të thërriste Zenkin. Një barierë energjie? Çfarë marzirash? Pse nuk më lën të qetë këta këtu? Oh, Zenki, a ke ndonjë plan? Jo, nuk kam plan. Atëherë do ta bëj unë. Mos u afroni. Më në fund edhe miqtë tu erdhën. Por më duhet të të them që është tepër vonë. Ja dola, Chucky. Kjo është gota përfundimtare. A nuk është e bukur? Të lutem, Xhaxha, mos e bëj! Zenki, më ndihmo! Zenki, kokë!
Angjëlli mbrojtës Goki, tani sa po u kthye. Drita mbrojtëse. Zenki, si do të hysh brenda? Mund të ndjej erën e farave të ligësisë që vjen nga bariera energjike, ndjej! Kjo është e përsosur. Tani mendoj se do t'ulem dhe do të shikoj engjëllin tonë mbrojtës, duke mundur bishën e Karumës. Nxet! Është shumë nxet për mua! Osa nxet! U përpëllova fare! Nxet! Çfarë? Përsëri bisha e Karumës? Ne menduam se do të luftonin kundër qenit hyjnor, pa shikosin çfarë ka në vend të tij. Më thoni, ku është qeni hyjnor? Mjeshtre, nxito shpejt Zenki. Nxet! U dogja, nxet! Dhe unë tani zgjoj angjëllin mbrojtës. Do t'i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur. Forca të minatyrshme, rigjallu Zenki, rigjallu! Sulmi hapur! Forca të minatyrshme, rigjallu Zenki! Arma që do të shkatrojë errësirën do të më jap mua fuqinë e nevojshme. Rojtari kohës, o draguar art! Eja të kund, sopata e artë! Sopata e artë e dragojt artë, mbrojtësi Zenki u ringjall! Angjëll mbrojtës përfundimtar! Forca! Mahar! Samaskara! Forcat përforcuese! Raja, angjëlli mbrojtës përfundimtar, Zenki është këtu! Kape këtë! Ai është i fort! Zenki! Bashkë të ferë! Fujiwara, të lutem, jap! Fujiwara, mos më thuaj që po kthehesh në një bishë të Karumës? O, për shumë fëtot, nuk mund të shndrojmë. Mjeshtre! Chucky! Është gjallë ai? Para e Karumës! Është e imja! Qeni hyjnor! Kape këtë! Kjo është timja! Libri me barsaleta, o s'do të ke mundësi të lexoj dhe s'do të qesh më! Më vjen turp që jam dishepull i yt. Vetëm miku im Kokutej është i denjë për të ngrënë farat e Karumës. Derisa të takohemi përsëri. Ti je fare pa mend me kokën e trushkullur, shiko çfarë bëre! Mallkuar qofsh, do ma paguash 100 fish këtë që bëre! Lulu papa, ja dole mban shumë mirë, faleminderit. Çaça Fujiwara, mirë je? Po, Chucky. Jam shumë e lumtur që je mirë. O, qenë këti gjuse ena. Po, 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 po,
pak ditë më vonë mora një letër falënderuese nga Xhaxha Fujiwara. Ishte shkruar me të njëjtin shkrimtore si gazeta. Ja se çfarë shkruaj. E dashur Çaki, fal teje tani mu hapën syt. Ajo nuk ishte as pak gota përfundimtare. Çaki ishte thjesht një pjesë e dëshirës.優しいね